Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Gjatë të enjtës, deputetët e legjislaturës 11 u betuan në seancë për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Mirëpo deputetët nuk vazhduan me pika tjera të rendit të ditës, sepse me kërkesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, seanca u ndërprej. Me disa minuta vonesë ka nisur para ditën e sotme seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ku deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 11 kryen betimin solem të deputetit. Mirë po, kjo seancë nuk zgjati shumë sepse ajo ndërprej me kërkesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Kryeministri në detyrë Kurti nuk propozoi emër për kryetar të kuvendit, duke kërkuar kohë shtesë që t'u japin shans bisedimeve politike për marrëveshje për president apo presidente të re. Konstituimi kësaj radhe nuk bën të jetë sërish drejt edhe një shpërndarje të kuvendit dhe përsëri zgjedhjeve të parakoshme, të paarsyeshme, të panevojshme për qytetarët e të dëmshme për ekonominë. Andaj, i nderuari kryesues, zotëria Avni Dehari, kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Ndërsa kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për mungesë serioziteti dhe përgjegjësie në procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Kjo është një shenjë e mungesës së seriozitetit, përgjegjësisë nga partia që ka fituar numrin më të madh të urtëseve Kuvendin e Republikës Kosovës, po shihet që vazhdojnë sjelljet e tyre të papërgjeshme në raport me institucionet e Kosovës. E deputeti i Lidhjes Demokratike Armen Zemaj ka thënë se afati kushtetues për konstituimin e kuvendit ka përfunduar. E gjitha koha kushtetuese është në ditën e sotme, sipas interpretimit dhe gjykimit tim, nëse hym në një fazë tjetër që nuk ka interpretim shtesë të vendimit kushtetues ose nuk ka dhe sankcion që besa. Ndërsa Besnik Tahiri nga Aleanca tha se Kurti ka logjika autoritare. Këtu ka problem me një logjik autoritare për me mujt me i marrë të tri pushtetet, presidentin, qeverin dhe kuvendin. Nuk kemi të bëjmë me krizë kushtetuese, s'ka krizë kushtetuese. Është e pastërt sikur loti procedura dhe është situata jashtëzakonisht e lexueshme. Pa i ka prit krejt Kosova sot me konstituu kuvendin me fillu me funksionu shteti. Kujtojmë se para ditën e sotme Albin Kurti mbajti edhe një konferencë për media, në të cilën tha se nuk dëshiron përsëritjen e situatës së shkuar dhe synon dakordim për një president unifikues e pastaj konstituimin e kuvendit të Kosovës. Zhvillimet e fundit politike në vend po i vlerësojnë as pak të qëndrueshme qytetarët e Gjakovës. Disa nga të intervistuarit ndan mendimet të tyre për ecurinë e situatës, duke pohuar se neglizhenca të tilla nuk i bëjnë mirë vendit. Zgjedhjet e 7 qershorit pritej të japnin fund gërçit politik, por vendi vazhdon të mbetet pa institucione të reja. Edhe pas 3 proceseve zgjedhore brenda një viti e gjysmë, mungesa një marrëveshje mes partive po e zvarrit konstituimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve. Ndërsa politika vazhdon përplasjet për numra dhe pushtet, pasojat e kësaj situate po i ndjen qytetarët dhe ekonomia e vendit. Por si ndihen veç qytetarët përballë kësaj krize të stërgjatur, ne kemi dalë në rrugët e qytetit për të pyetur ata. Si qytetare e Republikës së Kosovës, jam shumë e indignuar me ngjarjet e djeshme në Parlamentin e Kosovës, sepse nuk ka asnjë arsye të zvarritet konstituimi i Parlamentit. Zgjedhjet kanë përfunduar, rezultatet tani më dihen. Partitë politike janë përcaktuar kush është pozicionuar për opozicë, edhe kush kërkon të ketë aleat, megjithatë unë, si veprimtare, si ishe burgosën politike, si deputete që kom punu me përgjegjësi në legjislaturën e parë, nuk e arsyetoj asnjë post për asnjë pozicë me na kurzu jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse dhe kësaj radhe shkojmë në zgjedhje pas zgjedhje, zgjidhje nuk do të ketë asnjëherë. Politika është zero.
Kosova nëse shkon dhe herë në zgjedhje, për 10 vjetë keni në ratë poshtë, jo me hitë e nërë. Duhet me shirë këta me nivose. Ku që se ka bujë këta vetëm për interes dhe vetin e ka bujë. Blokada politike që pëndodhë në Kosovë, njeve qytetarëve farëve nuk në pëlqen, për arsye se na jemi një kombë apo edhe një vend si Kosova që kemi bërë sakrificat të mëdha, e prandaj duhet më qenë homogen më shumë, të bashkuar edhe së bashku me ndërtu sa më shumë Kosovën e jo me lënë mbrapa për shkaqe interesit individual ose grupor e karakterit politik. Se politika ka shumë grupacione, por duhet më qenë unisume. Mund me pas kundërthanje në rregullimin apo në ngritje e jo në ramje. Kështu që të ne pëndodhë më shumë në ramje për shkak interesave, unë qyshe mendoj, të individit ose grupit të individëve. Unë i kisha lutë që të reflektojnë pozitivisht, sepse Kosova është të gjithëve, edhe na vijnë për shkak se kemi fitu pavarësinë, e ato duhet me ngritë e jo me ulë. Përtej dallimeve politike, qytetarët kërkojnë një gjë, që përfaqësuesit e zgjedhur të punojnë për Kosovën dhe të japin fund bllokadës institucionale. Me qëllim të mbarvajtjes së rendit dhe qetësisë në komunikacionin rrugor, policia në Gjakov po zhvillon 2 plane operative gjatë gjithë sezonit veror. Ndjekim kronikën për të mësuar cilat janë rezultatet e ditëve të fundit të këtyre planeve dhe sa po konsiderohen të suksesshme nga zyrtarët policor. Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov po vazhdon zbatimin e planeve operative Vera 2026 dhe alkool testi, me fokus në rritjen e sigurisë dhe kontrollin e komunikacionit rrugor gjatë kësaj periudhe. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor po realizon kontrolle të shumta në rrugët e rajonit të Gjakovës, ndërsa pjesë e kontrolleve janë edhe testimet për përdorimin e alkoolit nga drejtuesit e automjeteve. Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke i zbatuar dhe implementuar 2 plane operative paralel, pra jem duke implementu planin Vera 2026 dhe plani operativ alkooli. Mund të them se i konsiderojmë këto 2 plane që janë të shku në mënyrë të sukseshme, duke u bazuar që nuk kem asnjë viktim në rrugë. Janë disa plan veprime shtesë, pra ne po implementojmë me plan veprim si fokus që i kem kundërvajtje që në më të rënda, për shembull te kalimi i shpejtësisë, përmes dronit kem dhe krijimit të task forces i kem identifikuar ato pika ku po bëhen te kalimet e rrezikshme, përdorimi i telefonit, motocikletat të cilat lëvizin pa helmetat, domethënë drejtuesit e motocikletave. Saçia foli edhe për suksesin e planit të alkoolit. Jemi me sukses të zbatu planin alkooli, e them me sukses për shkak se shihet që është një rritje e vetëdijsimit të drejtuesve të mjeteve, të cilët nuk e drejtojnë mjetin në ndikimin e alkoolit. Kapiteni Saçia ka folur edhe për kundërvajtjet në trafik. Zyrtarët policorë në trafikun rajonal, pra në teren, i kanë bërë rreth 3000 deri në 3500 matje të alkoolit të drejtuesve të mjeteve motorike, prej tyre rreth 150 drejtues të mjeteve motorike kanë rezultuar në ndikimin e alkoolit dhe si masë mbrojtëse ju ka konfiskuar shoferi. Gjatë zbatimit të këtyre planeve operative, njësitë policore gjatë ndaljeve dhe kontrolleve kanë evidentuar edhe raste të tjera që lidhen me vepra të kundërligjshme. Sipas policisë, 3 raste janë konfirmuar me gjetje të substancave narkotike, në 3 raste të tjera janë evidentuar armbajtje pa leje, ndërsa në 5 raste janë hasur dokumente të falsifikuara. Kontrollet policore do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e kundërvajtjeve dhe veprave penale, si dhe rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. 38 biznese nga komuna e Gjakovës janë shuar vetëm gjatë pjesës së parë të vitit 2026 në komunën e Gjakovës. Argjend Fetau nga Aleanca Kosovare e Biznesit gjatë kësaj jave i ka pohuar TV-syrit se kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës të strategjive konkrete për qëndrueshmëri financiare dhe disa faktorëve tjerë që po vështirësojnë punën e bizneseve.
numri ndërmarrjeve të reja në Kosovë ka shënuar rënje edhe gjatë muajit qershor. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 1.4% më pak ndërmarrje u regjistrua në qershor të këtij viti, krahasuar me muajin maj, dhe 5.1% më pak krahasuar me muajin qershor të vitit të kaluar. E për situatën e Gjakov, për periudhën janar-qershor, tregoi kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve për rajonin e Dugaxhinit. Nëse kthejmë folën për Gjakovën, sipas donave që kena zyrtare, i kena 180 biznese që janë të regjistruar BI, ndërsa kanë 173 biznese që janë SHPK të regjistruar, sipas donave zyrtare për folën. Edhe në dona zyrtare kemi vetëm 3 biznese që janë të mbyllura. Por, ne si AKB, që jemi në tren, kemi statistika tjera për shembull, dhe kemi 38 biznese që janë të mbyllura, ose të qujtne, ose në fjetje. Po nuk janë të regjistruar për shkak që janë proceduar tepër të ngarkuara të rona, domethënë janë biznese që nuk janë në sistem si të mbyllura. Fetau tregoi edhe për masa që kanë ndërmarrë si aleancë e bizneseve për këtë problematik, të cilat nuk janë zbatuar ende. Zgjidhja ka që duhet qeveria i ka, i kemi qenë edhe na si AKB, domethënë pikat që duhet mi marrë qeveria. Janë pikat që duhet të hartohet në plan strategjik, domethënë plani strategjik për zhvillim, ato i ka. Ato vetëm janë në teori, domethënë në letra që kanë met, po në praktik realisht nuk qëndrojnë. Se po qëndrojnë në praktik, do ta kishin një zhvillim ekonomik tepër më të mirë. Gjatë qershorit në Kosovë regjistruan 1092 biznese të kategorisë mikro dhe të vogla, ndërsa u shuan 107 apo 30 më tepër se gjatë një muaji më parë, ndërkohë regjistrim të bizneseve të mëdha apo të mesme nuk pati, që sipas fetaut, kjo rënje e numrit të bizneseve nuk është sinjal i mirë. Kultivuesit e grurit këtë sezon po paguan vetëm 18 cent për 1 kilogram grur. Këtë çmim, sipas Qëndrim Dervishaj, nuk është i kënaqshëm për bujqit, por në cilësinë e grurit këtë vit ka ndikuar dukshëm edhe kushtet atmosferike, të cilat e kanë dobësuar paksa cilësinë e kësaj kulture bujqësore. Me përfundimin e procesit korrje shirjeve, në mullirën e hasti SHPK, bëjnë të ditur se sezona këtij viti nuk ka qenë shumë e kënaqshme, pasi rreshtet e shiut dhe kushtet atmosferike e kanë dobësuar paksa kualitetin e grurit. Kështu vlerëson Qëndrim Dervishaj, pronar në industrinë e miellit hasti SHPK. Kanë përfunduar korrjeshirët për vitin 2026, sezona nuk ka qenë shumë e kënaqshme. Fillimisht kanë filluar pak herët kornat. Pastaj me kalimin e kohës vazhdon të kornat, por kemi hasë me shi, kemi pas kohë me shi shumë, edhe që ka dobësuar shumë kualitetin e grunit. Ne si fabrikë si vetë kemi pranuar grun shumë më pak se sa sezonave të kaluara, pasi që ne kemi disa rregulla tona të pranimit të grunit, edhe fatkeqësisht si vetë nuk kemi mujtë me pranuar sasi të mjaftueshme të grurit. Ndërkohë, edhe çmimi i grurit për kilogram është një tjetër sfidë për fermerët. Kjo pasi këtë sezon 1 kilogram gruri është përkthyer në vlerë prej 18 centave. Besoj që është ndikur shumë edhe farnat, nuk janë shumë cilësorë, që na shkaktuar shumë probleme me fermer. Plenimi gjithashtu nuk është u bë 3 herë, pasi që ka edhe kosto. Gjithashtu edhe çmimi i grunit ka qenë 18 cent si vjet ka qenë, edhe besoj që nuk është i mjaftueshëm për fermer, por që nuk varet nga ne. Gruri në këtë ambient pune pranohet nga i gjithë rrafshi i Dugaxhinit dhe i njëjti shfrytëzohet edhe për nevojat e eksportit, por punonjësit e përpunimit kanë edhe një porosi për kultivuesit e grurit. Ne jemi të përballë me një sfidë të kualitetit të grunit, pasi se si fabrikë jemi të eksportuar në disa vende jashtë Kosovës, të Evropës, edhe jemi duke kërkuar grun cilësor. Për atë arsye jemi duke kërkuar edhe nga bujqit që të kujdesen sa më shumë, se interesi është i madh nga ne që të pranojmë grun, por na vjen kualiteti, sepse ne jemi duke është kualiteti ajo që po na mbon si fabrikë. Edhe pasi që jemi në eksport, normalisht e kërkojmë edhe grunin sa më shumë cilësor. Rritja e çmimeve të plehrave artificiale dhe shpenzimet e larta të punimit të tokës, përballë çmimit të ulët me të cilën po blihet gruri si vjet, i ka vendosur fermerët në pozitë të vështirë ekonomike.
Grupi i bashkëqytetarëve për rikthimin e emrit të shtetit në Dardani, gjatë ejtës ka mbajtur aktivitetin Kosova është Dardani. Përmes një peticioni të nënshkruar nga qytetarët, nismetarët e projektit po synojnë të mbledhin sa më shumë nënshkrime dhe të njëjtat t'i dorëzojnë në Parlamentin e Kosovës. Territori ku është sot Kosova, historia njehte me emrin Dardani si pjesë e një koncepti më të madh të quajtur Iliri. E një peticion ka filluar sot në Gjakov për ndryshimin e emrit të shtetit nga Kosovë në Dardani. E kemi marrë një iniciativë për rikthimin e emrit Dardani, se kjo tokë e ka pas emrin Dardani. E mi zhduk emrin e huj Slav Kosovë nga toka jonë autoktone. Në vjetin 2004 e kemi ba kërkesën për rikthimin e emrit të shtetit tonë Dardani, e kemi dërgu në parlament të Albin Kurti dhe Glauf Konjusa. E me këtë kërkesë që kemi ba ne, e kemi ngjall popullin tonë, e kemi zgju nga gjumi popullin tonë. Dervish Dana kishte edhe një thirrje. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve tonë që ta marrin, ta ndjejnë obligim moral e shpirtëror, mi nënshkru, mi firmos Dardanin pa kur farë diskutimi. Nëse ne vazhdojmë e mbajmë emrin Slav Kosovë, bajmë gabim trashanik, bajmë gabim historik. Nëse vazhdojmë e mbajmë emrin Slav Kosovë, atëherë pilojmë gjurmë armikut në tokën tonë autoktone. Armikut duhet m'ia zhduk gjurmë. Kjo iniciativë është nisur nga një grup prej 9 personash që synim kanë mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve në të gjithë Kosovën për ta proceduar më pas në Kuvendin e Kosovës. Java në Gjakov ka filluar me aktivitetet në shënim të javës botërore të gjithëdhënies, përmes së cilës është synuar të promovohet sa më shumë rëndësia procesit të gjithëdhënies. Dafina Kazazi Olloni, nga Drejtoria e Shëndetësisë, ka theksuar se janë planifikuar një varg leksionesh për nënat që duan të stimulojnë gjithëdhënien së paku në 6 muaj të parë të lindjes. Ka nisur edhe në Gjakov shënimi javës botërore të gjithëdhënies, e cila këtë vit po shoqërohet me aktivitete vëdijësuese për promovimin e rëndësisë së ushqyerjes me gji. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me ekipin Nënat ka organizuar takime informuese me nënat gjithëdhënëse, gra, shtatzëna dhe lehona, me qëllim ofrimin e këshillave dhe informacioneve rreth përfitimeve të qumshtit të xhirit për shëndetin e foshnjës dhe të nënës. Kuatër të javës për ushqim me gjithëdhënie, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, si çdo vit edhe këtë vit e ka përkrahur këtë aktivitet, të cilin e mbulon ekipi i nënave, i vizitave për nëna dhe fëmijë. Ideja dhe qëllimi është promovimi i gjithëdhënies, informatat e nevojshme që ju duhen nënave, personelit shëndetësor, si dhe familjeve. Ideja është më rrit cilësia dhe edukimi i nënave. Aktivitetet nuk do të kufizohen vetëm në qendrën e vjetër të mjekësisë familjare, ato do të vazhdojnë deri më 7 gusht edhe në qendrat regionale të mjekësisë familjare. Nga sot deri më datën 7, përveç qendrës së vjetër të mjekësisë familjare ku jemi sot, do të mbahet edhe në 3 qendra tjera më të mëdha që janë regionale. Do të mbahet në qendrën e mjekësisë familjare në Ponëshec, në qendrën e mjekësisë familjare Rogov dhe në qendrën e mjekësisë familjare në Cërmjan. Gjithashtu vlen të ceket se do të informatat nevojshme do të ketë edhe në qendra ku ka frekuentim më të madh të komunitetit Roma Shkali Egjiptian, do të mbahet në Concordia, në Balkan Sunflower dhe në Bethany Christian nga ekipi që e kemi në dispozicion. Sipas organizatorëve, qëllimi këtyre aktiviteteve është rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e gjithëdhënies, edukimi i nënave dhe familjeve, si dhe mbështetja e personelit shëndetësor në promovimin e kësaj praktike, e cila konsiderohet mënyra më e mirë e ushqyerjes së foshnjave gjatë muajve të parë të jetës. Gjatë aktivitetit kemi pas takim me nënat gjithëdhënëse, me gra shtatzana, lehona, të cilat kanë marrë, domethënë,
informacionet rreth sensibilizimit të benefiteve të qumshtit të gjirit. Domethënë, kjo punë që është në vazhdimsi që bëhet për qendrës mjekësisë familjare, promovohet gjithmonë, dhe ju them gjithmonë e kam thënë dhe vazhdoj të them që është bërë me një potencial të plot për vetëdijesimin e nanave lidhur me benefitet e qumshtit të gjirit. Që në vitet e para, gjatë kur kemi filluar, domethënë kemi has në fëmijë që kanë qenë shumica të ushqyer me qumsht formul, por që në bashkëpunim me infermierët, domethënë përmes programit të vizitave në shtëpi, kemi arritë që të vetëdijesojmë aq më tepër lidhur me pjesën e rëndësishme që është qumshti i gjirit. U bëhet thirrje nënave që të informohen dhe të kërkojnë mbështetje profesionale, duke theksuar se gjithëdhënia është investimi më i mirë për shëndetin e foshnjës. Kompania për furnizim me energji elektrike në Kosovë ka njoftuar se nga 1 shtatori 2026 për gjithë konsumatorët do të fillojë të zbatojë taksat për rikyqje në rrjet. Sipas njoftimit, kjo tarifë do të aplikohet krahas asaj së shkyqjes, e cila tashmë është në fuqi. Konsumatorët që shkyqen nga rrjeti për shkak të mospagesës së faturave të energjisë elektrike do të përballen me një kosto shtesë nga 1 shtatori, pasi përveç tarifës së shkyqjes do të paguajnë edhe tarifën e rikyqjes. Tarifa për konsumatorët shtëpiak është 17 euro për shkyqje, ndërkohë Kesko nuk ka bërë të ditur se sa është tarifa e rikyqjes as për konsumatorët e anvistrisë e as për ata komercial. Zëres sqaron se këto tarifa nuk përfshihen në tarifat e rregullta të energjisë elektrike, pasi kanë për qëllim të mbulojnë kostot operative të kompanisë për realizimin e shkyqjes dhe të rikyqjes. Zbatimi i një tarife të dytë nga Kesko, një për shkyqje dhe një tjetër për rikyqje, rrit rrezikun që shumë konsumatorë të rrymës të dëmtohen financiarisht në mungesë të informatave për detajet e mënyrës së pagesës. Sipas rregullit të Keskos, në qoftë se një faturë nuk paguhet në tërësi saktësisht nëse fatura fundit konsumatori ka mbetur borxh edhe për ndonjë vlerë shumë të ulët, kjo llogaritet si faturë pa paguar dhe mund të vijë deri të shkyqja pa dijeninë e konsumatorit. Prandaj konsumatorët borxhlin duhet pasur kujdes me rastin e pagesës së shlyerjes së borxhit. Duhet thjesht të jenë të saktë që të përmbushin këtë rregull për të shmangur taksën e rikyqjes. Saraçoane quhet bujtina më e re që ka hapur dyert në Gjakov. Në një hapësirë unike në Çarshinë e Madhe, saraçpunuesi Fehmi Vesa ka bërë bashkë shumë elemente të vjetra që bujtina të duket sa më bukur për vizitorët. Në një kohë kur shumë zanate të vjetra po shduken, Fehmi Vesa vazhdon ta mbajë gjallë një traditë e cila ka shoqëruar për më shumë se 6 dekada. Për 66 vite, duart e tij e kanë punuar lëkurën dhe kanë ruajtur zanatin e saraçit. Sot në zemër të Qarshisë së Madhe, mbi dyqanin e tij ai ka hapur një bujtinë që jep një tjetër jetë kësaj tradite. Unë si saraç kam punu prej vëzhlimit. Edhe kur e blem këtë dyqan, na lindi ideja që me e bo si simbol të zanatit jonë, një herit edhe bujtinë në artë, me qenë se është zemra e Qarshisë së Madhe, ka një pamje fantastike, atëherë me djemët edhe me qikat vendosin me bo si trashëgim të zanatit jonë që prej babe që e kom trashëgu gjithë vllazhnit, edhe unë të halapa më i gjallë. Përveç historisë së bartë, bujtinën e veçon edhe vendodhja e saj. E bën veçantë se e ka është në zemër Qarshisë së Madhe, edhe pranë xhamisë Hadumit kuptohet, edhe ka një pamje shumë të mirë bashkë në qësh këtu. Edhe kërkesa më duk që është e turistave me fjet diku ku është ma interesant edhe ma bukur. Bujtina saraçane nuk është vetëm një vend për të qëndruar, por një rrëfim i traditës dhe historisë së Fehmi Vesës. Me detaje tradicionale dhe mikpritje, ai ofton vizitorët të përjetojnë një copës të trashëgimisë së vjetër. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.